Në rendin e ditës janë dy çështje. Një çështje është çështja e Kadrias Biut, i cili ka munguar detyrës, me rëndësi që i ka ngarkuar partia. E dyta, mbi gjendjet e masat që duhen marrë për forcimin e organizimit të transportit dhe zhvillimin të jashtëm të ekonomisë dhe të popullatës. Jeni dakord për këtë renditje? Dakord. Atëherë, fillojmë nga e para. Më parë dëshiroj të them disa fjalë, që mund të evitoj t'i them në fund. Ju keni mendimin tuaj, edhe do t'a shprehni për gabimet jashtëzakonisht të rënda dhe me përgjegjësi të madhe të Kadrias Biut kundër pushtetit dhe partisë. Të dy materialet i lexuat. E para është, si me thënë, prapë një tablo sinoptik, po që s'ka marrë këtë emër të tablo sinoptike, të veprimtarisë armiqësore të Kadrias Biut. Ashtu. Është sinoptike pse në Biroën Politike kemi diskutuar shumë probleme të vështira. Dhe s'kanë mbaruar. Do të shkyrtohen të gjitha dosjet, një me një, të Ministrisë Brendshme dhe të Ministrisë Mbrojtjes. Për të parë deri ku, e në që mënyrë, në që forma, si që themi atje në atë materialin e biros, është zhvilluar kjo punë armiqësore. Por, udhëheqja duhet të jetë e ndërgjegjshme, që kjo është një punë armiqësore e thellë, e gjerë dhe me shumë njerëz, të rrezikshëm, impakt të rrezikshëm, edhe të gënjur, dhe për një kohë të gjatë, që prej shtirimit të Shqipërisë. Baza armiqësore e elementeve kryesorë si Mehmet Shehu e disa tjerë e kanë më larg, bile edhe nga lufta nacionale shqiptare origjinën, siç kundër që e dini, por gjatë luftës dhe sidomos pas shtrimit, gjatë pseudomiqësisë me Jugoslavët, me sovjetikët e tjerë, është krijuar në kohën e Ministrisë Brendshme e në Ministrisë Mbrojtjes një punë shumë e rrezikshme armiqësore, e cila po të lihej nga partia dhe po të mos shpartallohesh nga partia, pjesë, sepse kjo ishte dialektike, nuk të ekzistonte më Shqipëri socialiste. As partia e punës e Shqipërisë. Këtu do të mbretëronte kapitalizmi dhe borgjezia. Prandaj ata që kanë marrë pjesë në këtë punë armiqësore, ata janë armiq të pafalshëm.
Jo. Se lota stopi. Në biron politike, ne konstatuam se Kadria Zbiu nuk bëri autokritik të mirë. Na ka bombarduar me shumë autokritika. Ja kemi kthyer. Na ka bombarduar me letra besnikërie. S'është nevoja. E me letra të tjera për të shpjeguar diçka që nuk shpjegohesh. Të gjitha këto në biron politike, të gjithë shokët i ngritën me parime të shëndosha marksiste leniniste. Dhe si që e thoni atje, si që e këndoni atje në atë material, i dham dorën. Dhe i themi që qoftë se pleniumi, Komiteti Qendror, shkon më lartë nga ne, neve do t'jemi dakord me pleniumin e Komitetit Qendror. Sepse Komiteti Qendror vendos çdo gjë. Dhe çdo që do të vendosë Komiteti Qendror është me drejtë. Por ne ja dhamë një shpresë. I thamë, filloi punë nga e para, nga haja. Se ti ke bën gabime të rënda, bile të pafashme, bile krimi, i kemi thënë në biron politike. Dhe kur këndoj atë, këndova biografinë e tij, autokritikën e tij, konstatova se Kadria Zbiu, jo vetëm që si ka marrë parasysh atë këshillat dhe ndihmën që i dha Byra Politike, por është kthyer në sulm kundër partisë, kundër udhëheqjes së partisë. Dhe i akuzon se ku kanë qenë ata që pas kanë dërguar këta gjarprinj në ministrira dhe këtë ëngjëll në mes të gjarprinjve. Bile thot, na bën edhe të akuzuar në një vend atje, se ka shumë vende, shumë kritike, por në një vend thotë, faji im është që këto nuk i kam dhënë me shkrim. E vesh? Sepse këto i kam thënë me gojë. Shokut i s'ni po e po, se shokut e në verë. Por edhe në qoftë si kam thënë shokut e në verë, kupton, ja ka thënë shoku Mehmet, ja ka thënë shoku Bekir. E vesh? Këto janë akuza që ne, kupton, i hedhim poshtë me një veritje dhe do thot fjalën dhe Komiteti Qendror për këto gjëra. Pra, ai në vend që të eci përpara, ecën pas. Dhe kuptimi i kësaj, i kësaj autokritike, është për dokument, për me pas një dokument, që unë jam i pafajshëm. Pavarësisht se thot disa gjëra që unë kështu ma kanë hedhur, kam qenë jo vigilent, nuk isha kupton shumë i zhvilluar. Ku t'ja thot ato? Neve na i thot ato. Vesh? Armiku Bekir Balluku do t'ja hitë dhe Kadria Zbiut.
Nuk e njohim ne kush ishe Bekir Balluku? Një muti? Një i që s'kishe as kokë, as ish? Po pse u vu ministër? Po këtë vënë? Vebi Hoxhën? Fraksionistin? E ai kupton e qoj në rrugë të keqe Kadriun. Do me thënë, Bekiri që në kishë Finok, e Kadriu që në kishë Leshko. E Mehmet Shehu e gënjeu Kadri Hasbiu. Po pse s'na gënjeu dhe neve Mehmet Shehu? Të thyen të vijin e partisë. Pse s'na gënjeu? S'na gënjeu do të. A i kishe frikë në partia. A i kishe frikë në udhëheqja. Po nuk kishe frikë në njerëzit e ti. Këtë se ka kuptuar Kadri Hasbiu. Edhe në një autokritikën e birosë, thoshte që si edhe të neve, do me thënë, kishe besim të Mehmet Shehu. Jo, neve nuk kishim besim të Mehmet Shehu. Ne nuk dinim që Mehmet Shehu ishte agent, por ne kemi atakuar Mehmet Shehu. Në të gjitha ato momente që ai bënte gabime. Në ato momente që ai ndikte vijën, s'kishim steshim. Kurse Kadri Hasbiu ka ndjekur vijën e Mehmet Shehut. Prej 30 vjetë me radhë. Dhe 30 vjetë me radhë të mos shikosh në këtë vijë të Mehmet Shehut asë një të qarë, po të evokosh se këtë ja kam thënë Mehmet Shehut, këtë ja kam thënë Bekir Ballukut, këtë ja kam thënë shokut Isni, që tash për fat të keq nuk uron, kështu e ka thënë atje, kësa i thonë, të mos pranoj asnjë gabim. Mehmet Shehu ishte një terrorist. Dhe ai kërkonte të vriste një seri shokësh. Me qëllim të mirë të fuqin. Të mirë të fuqin me puç. Por Mehmet Shehu nuk ishte në gjendje, asnjëri nuk është në gjendje, që të bëj puç kundër partisë. Një terrorist është në gjendje të më vrasi mua ose të vrasi një shok tjetër, por të kthej partinë ishte pamundur. Dhe ajo e bëri Mehmet Shehu në qevaro vetën. Se ne dim shoku Veli Dhakaj, e ti shoku Nazar Berberi, që ju ka thirrur Mehmet Shehu, para se të vriste veten, që tankëset e Saukut të mos të vizin, pa urdhërin e ti. S'kishtë drejtë të tip të urdhëraj. Kisha unë të drejtë, edhe ministri i mbrojtjes. Ashtu. Por, edhe sikur tip të urdhëraj, komandanti mund të zbatonte, por tankisët, kur të mirin vesh, se po drejtohen drejt Komitetit Qendror, do të shtypin, do të shkjenin atë komandant tanku. Pse valë këtë çmim kanë këta armiq për partinë? Do të shtypte partinë Mehmet Shehu me disa bajga, si Feqor Shehu, si Llambi Peqini, ata ishin disa spionë, të poshtë, të thjeshtë. Por Kadriu nuk na thotë cilë kishte bashkëpunëtor kryesor Mehmet Shehu. Këtë duam ne të dim. Atë bashkëpunëtor kryesor, që në fakt ka lënë të punojnë të gjithë këta minj, por që në kohë se ai bënte atentatin, ta kishte si një mbështetje, kupton, në popull dhe në parti. Do me thënë i njohur si njeri mirë, si njeri butë, si njeri kështu, si njeri ashtu, që të hedhë dorën në qafë, që të bën kështu. Kishte nevojë Mehmet Shehu. Për këtë gjë, se ndryshe Mehmet Shehu, këtu. Mund të vriste një shok, dy shok,
por partinë se vrisë dot. E vran Kirofin, por partinë nuk e tullën dot. Pra, këtë duam ne në thotë. Edhe të ne i thotë më qartë të gjitha fajt e tia. Se këtu s'mer asnjë faj. Hiç asnjë faj. Nuk është rrugë kjo për një njeri që quhet komunist. Edhe në fund thotë, kupton, koha do të tregoj. Çdo thotë kjo. Kjo është një sfidë. Këto që vendosim neve tash, këtu s'janë drejta. Koha do të tregoj që unë jam njeri i pafajshëm. Koha do të shohin që do të tregoj, se mos tregoj akoma më keq. Se koha ka treguar, kupton që është shumë keq. Që shketi. Prandaj unë këto kisha për thënë. Shoku Kadri, ngreu edhe përgjigju shokëve të Komitetit Qendror. Kush dojë të bëj pjetje, edhe pasandaj diskutime. Hiç mos më pjeti mua. Jeni zotën në shtëpinë tuaj.